Kreu i opozitës Lulzim Basha në hapjen e fushatës elektorale në Korçë u bëri thirrje shqiptarëve të ndëshkojnë me votë Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Sipas tij, qytetarët shqiptar kanë tashmë në dorë fatin e tyre për t'u treguar ministrave arrogant dhe i qeverisë vendin që u takon. Koltukun dhe timonin ka një javë që merren vetëm me koltukun dhe timonin, mendjen e kanë te tikmoni, mendjen e kanë te pushteti, mendjen e kanë te kontrolli, te pasurimi tek vetja tyre. Refuzojni me vot njësoj si Edi Ramën edhe LSI-n që i ktheu tesrat e partisë në triska buke, hidhjani në fytyr, hidhjani në fytyr. Refuzojni sekserët, përzini matrapazët, ndëshkoni vanitozët e korruptuar. Basha u shpreh se Edi Rama e pëlqen Korçën vetëm për të shkuar në fundjavë për pushime dhe se asgjë tjetër nuk bëri as për të dhe as për Shqipërinë. Dhe kur vjen për fundjava, natyrisht ka hotelet e tij të preferuara, restorantet e tij të preferuara, ushqimet dhe verën e tij të preferuar. Për t'i bërë qefin, Nikua i ka bërë edhe pedonalen e tij të preferuar, dhe me që kjo s'mjaftonte, bëri dhe një kull vetëm për Edi Ramën. Apo e doni ju kullën? Si në Pogradec dhe në takimin elektoral të Korçës, Basha dha detaje nga reforma kushtetuese që do të ndërmarrë sipas marrëveshjes me Ramën pas zgjedhjeve. Me Republikën e Re, tha ai, do të jenë qytetarët ata që do kenë në dorë fatin e politikanëve. Që jo vetëm të zgjidhni drejt për përfaqësuesin tuaj në parlament, por nëse ai ose ajo nuk ju përfaqëson dhe nuk i përmbush premtimet me cilat mori votat, ta shkarkoni pa pritur 4 vjet. Nëse do zgjidhet kryeministër, Lulzim Basha premton aktin e tij të parë në drejtim të qeverisë, uljen e TVSH-s dhe taksën e shesh në masën 9%, si dhe vendim të dytë miratimin e një ligji që 10.000 studentës sapo diplomuar të kenë të paguar praktikën nga qeveria në vlerën 20.000 lekë në muaj. Basha premtoi gjithashtu subvencione për fermerët në vlerë 100 milion euro.